Ne jetojmë duke menduar se kemi kontroll mbi botën tonë, ndërtojmë shtëpi, qytete dhe jetë, por në disa momente natyra na kujton se të vegjël jemi. Ciklonet dhe tornadot nuk janë thjesht uhi, janë forca që ndryshojnë jetë brenda minutash. Kur një ciklon godet, nuk është vetëm era problemi, është gjithçka që vjen me të. Era që arrin shpejtësi shkatëruese, rrëzojnë ndërtesa, shkulin pemë dhe shkatërrojnë çdo gjë përpara tyre. Por rreziku më i madh vjen nga uji. Rreshtet e dendura dhe dallgët e mëdha përmbytin qytete të tëra. Rrugët shtuken, shtëpitë mbulohen nga uji, njerëzit mbeten të bllokuar, pa rrugdalje. Në pak kohë mira njerëz humbasin gjithçka që kanë drejtuar për vite. Familjet e tëra mbeten pas tre, shumë humbasin kontaktin me të afërmit. Energjia elektrike, uji i pishëm dhe ushqimi bëhen luks. Dhe kur stuhia kalon, probleme sapo fillojnë. Uji ndotur përhap sëmundje, spitalet mbi ngarkohen, komunitetet mbeten të izoluara për ditë, ndonjëherë javë. Pas çdo cikloni mbeten histori që nuk tregohen në lajme, histori humbjeje. Nëse ciklonet janë të ngadalta dhe të pamëshirshme, tornadot janë të shpejta dhe brutale. Ato mund të formohen brenda minutash, pa shumë paralajmërim. Dhe kur godasin, gjithçka ndodh në sekonda. Shtëpitë të tëra zhduken, makina hidhen në ajër, objekte të zakonshme kthehen në armë vdekjepruese. Një rrugë mund të jetë e paprekur, ndërsa tjetra, vetëm disa metra më tej, shkatërrohet plotësisht. Njerëzit nuk kanë kohë të reagojnë, shumë mbeten të plagosur ose humbin jetën. Fëmijë, familje, komunitete të tëra përballen me traumë. Dhe ndryshe nga ciklonet, këtu nuk ka përgatitur të gjatë, vetëm disa minuta që vendosin gjithçka. Por dëmi nuk mbaron kur stuhia largohet. Shumë njerëz humbasin jo vetëm shtëpinë, por edhe ndjenjën e sigurisë. Trauma psikologjike zgjat për vite. Fëmijët rriten me frikën e stuhive. Ndërtimi kërkon kohë, para dhe forcë, që jo të gjithë e kanë. Disa qytete nuk rikuperohen kurrë plotësisht. Ciklonet dhe tornadot janë pjesë e natyrës, por pasojat e tyre varen nga sa të përgatitur jemi dhe sa kujdesemi për njëri tjetrin. Sepse në fund nuk është vetëm një stuhi, janë jetë njerëzish.